Biznesmeni Elton Iliriani ka rrëfyer së fundmi në një intervistë arsyen sepse këngëtarja e mirënjohur Parasha Bisimaku, e cila para pak muajsh u gjete pastre edhe në gjendje jo të mirë shëndetësore, dështoi në karrierë pasi shkoi të jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Iliriani rrëfen se ëndrat e ikonës së muzikës shqiptare për Hollywoodin ishin të mëdha, por ato u shuan pasi ajo nuk zgjodhi të ishte një punonjëse seksi. Ajo dështoi sepse ajo nuk zgjodhi që të ishte një punonjëse seksi siç janë shumë artistë të tjerë dhe në skandalet që keni parë në Amerikë. Parasha Bisimaku është një person shumë i pastër, shumë i dashur, që ka besim të madh te Zoti. Ajo e rrezaton këtë. Kur ka shkuar në Hollywood, jo vetëm që nuk ka pasur mbështetjen e askujt nga shqiptarët, por edhe është goditur. Është goditur që në hapët e saj në Hollywood, u shpreh biznesmeni. Sipas Ilirianit, Simaku ka qenë një div dhe ky status ka pasur të mira dhe të këqijat e veta. Ai mohoi thashë themet se Simaku ka përdorur drogë apo se ka qenë alkolizuar. Ka pasur të mirat ky status, por ka pasur dhe të këqijat që është goditja e madhe që i është dhënë vetë nga bashkëdhetarët e saj në fushën e artit. Parasha Bisimaku ndërronte të ishte yll në Hollywood dhe i kishte të gjitha kriteret. Problemi që ka hasur ajo ka qenë që është person që vjen nga një familje e varfër me norma dhe rregulla. Është folur shumë për jetën e saj private sikur bënte drogë, sikur është e alkolizuar. Asnjë nga këto nuk është e vërtet, tha ai, ndër të tjera Elton theksoi se di shumë gjëra për Parashevin, por sipas tij, jo të gjitha thuhen. Unë di shumë gjëra për Parasha Bisimakun, jo të gjitha thuhen. Nuk thuhen për arsye se ka persona publik në Shqipëri që janë përpjekur t'i shkatërrojnë karrierën dhe e kanë përndjekur atë dhe në jetën private me familjen e saj, u shpreh ai. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!